komunat kanë bashkëpunu edhe kanë marrë investime për qeverisë, edhe nëse jeni plot se na duhet me pas parasysh sa parë kanë sidomos komunat e vogla çfarë buxheti, nëse s'ju ndihmon qeveria ato s'mundën të bëjë kur gjohë. Buxheti nëse përcaktohet me ligj, sa banori ka, mas ne investime direkte që shkojnë për qeverisë për projekte konkrete. A ka mundësi veç me shpjegu lutem? Po, nëse ma leni fjalën. Nëse thu për buxhetin e komunave, kjo nuk është ajo në bazë për kokë banori u shkon. Katër projektet më të mëdha në komunën e Deçanit janë financuar për qeverisë. Shembull. Sa cillat? Krejt që i prezanton komuna si të mijat, me qendër rinore, me sallë sportive, me pishinë gjysmë olimpike, apo kupton? Se jo dëgjom flut nuk ndërhyjnë problem të flas. Veç ashtu, Po s'ki nevojë, nuk kam nevojë për ndihmë, faleminderit. S'kam nevojë për ndihmë. S'kam nevojë për ndihmë. Domethënë, me këto për më na bin me këtë teori për më edhe disa komuna tjera, ajo veç. A ka mundësi me lënë me fol se nuk ndërhyti? A ka mundësi me lënë me fol për disa ndërhyti? Komunat e vogla shumicën e projekteve kapitale, pa ndihmën e qeverisë nuk mundemi realizu. Aq më tepër, edhe nuk i kanë realizu, aq më tepër kur për fat të keq, pjesën më të madhe të Po ta përmendni Rahovecin. Pjesën Ka më të qenë projektu madhe me ndihmën e qeverisë, sheshi ju ka bllokuar që qeveria komunale është dashme. Po s'është e vërtetë. Po bek, mandej i tregon ti që s'është e vërtetë, po le ta përfundon. Kjo është praktike debat plusi dhe kjo do të bësh bisedë. Për shkak se duhet me pas parasysh pjesa më e madhe e parave për investime kapitale janë shku për kontratë kolektive. Jo në marrë për përmbaruzë për kontratë kolektive, po të mësë kështë ndërhyjë qeveria nuk kishkone mundshme asë një investim kapital, ose pjesa me madhe investime kapitali. Nuk e di që ka ndonë në Rahovec, nuk e di, po mirë dhe unë po të flasë për Deçan. Ta shtë e kitë vërtetën tonë, zotni unë e kom temen. Po mos e po të ashtë është të vërtet. Po mos full se nuk është të vërtet, se nuk gjykojnë. Kryetarët e komunave Prishtinën e s'po thonë që ti po gënjen. Kushta ka bloku Prishtinën? Prishtinën qeveria qendrore ka bloku. Kërpa i Rama që nuk i kanë ndjek procedurat. Ta ka nisë sheshin pa marrë lejen pe asaj drejtorisë vetë bre pe. Merre pra shifrat, merre mbledhi shifrat, bëni një krahas. Jo, mbledhi shifrat, sa ka investuar projekte kapitale qeveria në komunat që i ka pas lëvizja të vendosje, edhe sa ka investuar në komunat që si ka pas, unë s'po them që ka investuar zero në secilën komunë. Ka investuar më shumë në komunat e qeverisë una prej lëvizjes vetë vendosje. Ta shpjegoj dhe se s'kalova lotëve të vendosja të komunat. Po nuk kalova lotës, s'po leni me fol Allah. Po s'leni me fol. S'po leni me fol. Është e vërtet që vetëvendosja ka investu më shumë në komunat që i ka dvetat. Po nuk është e vërtet që investu në po dujep 250 milion euro, nuk e rro kur farë matematike. S'ka logjik heqa e 250 që përmen shpejtim Bulliqi, nuk e di. Nuk e di nëse janë asini qenë, po jo, nëse i numëron ato që në debatet televizive i ka numëru vet, i ka përmen zoti Bulliqi, është larg 250 milion që. Tash në mundë me thonë 250 milion, po është larg prej asaj. Tjetër mal, te konferenca e Lumir Abdigjiku dhe ishta mund të lidhë, masi që këja fundë që e pam në kështu. Lumir Abdigjiku aktualisht LDK-ja ka të fitum vetëm i Stogun. Veç i Stogun e ka të fitum. Pra këto ballotajët na e dim, nuk do më thoni që je i pari nuk del, nuk më poshtesh në rundin në ballotajë. Që i shkon më mirë mu kallëzu edhe Lumir edhe gjithë tjerët pak më modest që është më thonë këto pretendimet e të. Nësë më është më thonë, unë e kom fitu unikun me vota diaspores. Qysh o burë? Momentalisht e ka veç i Stogun LDK-ja të fitum. Duhet me fol me shifra që i kemi. Momentalisht e ka veç i Stogun. Nuk e di sa dhe të fitoj tjera. E dyta, kur i shpallin këto fitor për moshë të rëndësishme cilat komuna e ki fitu, jo numri, për moshë të rëndësishme sasia, për bezë. Nga malësia, çfarë më... Absolutisht. Cilën komunë ka fitu pa balotazh LDK-ja në këtë rast? Cilën komunë ka fitu të madhe, po LDK-ja pa balotazh, se në ka fitu vetëvendosja kështu me radhë? Është live nga